Mirë, do të lidhem me zonën Anila Halili për të mësuar diçka më shumë, duke qenë se mediat në Itali e kanë pasqyruar atë që po ndodh në kampin e Gjadrit, madje pretendojnë opozitarët dhe mediat se atje janë duke u abuzuar të gjithë emigrantët e marrë nga deti drejtuar Shëngjinit. Të përshëndes, zonja Halili. Përshëndetje juve dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Të lutem në mënyrë të përmbledhur, a mund na thoni çfarë shkruajnë media, çfarë pretendime shkan opozitarët për sa i përket emigrantëve në Gjadër? Shtypi italian ditën e sotme ka qenë me tituj me pesh, apo jo? Flitet për abuzim me emigrantët, të cilit lloj? Po. Atëherë, në fakt të bëjmë një përmbledhje shumë të vogël. Në datën 17 dhe 18 qershor, pra një delegacion i tavolinës për azilin dhe migrantët, bashkë me disa deputet që mund të themi që është pra Rachele Scarpa dhe Matteo Orfini, kanë realizuar një vizitë dhe një monitorim në qendrën e në Gjadër. Nga kjo, çështja ka dalë se është nënvizuar që pra azilantët që kanë shkuar në qendrën e trajtimit në Shqipëri në Gjadër, mund ta themi që ju shkelen të drejtat e tyre, mund ta themi të drejtat njerëzore. Pra, madje po vuajnë, lexojnë mediat që disa prej tyre kanë bërë tentative të vetvriten brenda qendrës, sepse nuk kanë, të drejtat e garantuara minimale. Madje gazetat nënvizojnë, mund të themi që në Shqipëri Gjadra është përfaqësuar si një vrim e zezë, dhe që shkelen të drejtat e demokracisë, të drejtat demokratike. Këto në fakt janë akuza mjaft të rënda për faktin se normalisht një pjesë e delegacionit në Itali nuk është dakord që realizimi i qendrës pra që është miratuar më përpara në 2023 dhe në 2024 midis Edi Ramës dhe Giorgia Melonit, për një qendër pra në Gjadër për, mund ta themi, për pritjen e këtyre azilantëve dhe më pas, o për një qëndrim për disa ditë, për një kohë të caktuar, ose dhe për rikthimin e tyre në vendin vendin e origjinës. Duhet bëjmë një analizë shumë të thjeshtë. Ne kemi shtetin italian në fakt që vërtet garanton shumë të drejta. Jo vetëm të drejtat të azilit, por të gjithë shtetësve. Sidomos në çështjen e azilit, këtu janë vërtet tepër të përqendruar, ne bëjmë fjalë për kushtetutën italiane, e cila mbron vërtet të drejtat e azilantëve. Mbi të gjitha kemi shumë delegacione, dekrete legjislative si i 2007-s dhe 2008-s. Përmendim po gjithashtu edhe direktiva europiane që po mbështesin dhe mund ta themi që japi një përfshirje dhe një të drejtë më tepër azilantëve. Mbi të gjitha kemi dhe konventin e Gjinevrës dhe rregulloren e Dublinit. Pra janë të gjitha, mund ta themi, legjislacione që në territorin italian janë vërtet, mund ta themi, pikë kyçe. Pra, të gjitha këto që përmendam përpara janë, mund ta themi, përfshin të drejtat e njeriu, të drejtat e azilantit. Çfarë janë këto të drejta? Në Itali unë shoh vërtet shumë persona që vijnë sidomos nga vendet të Afrikës, nga vendet ku kanë dhe më tepër vështirësi. Shumica vjen sepse janë vende lufte, disa tjerë vijnë sepse nuk kanë gjendje ekonomike dhe nuk kanë një arritje në territorin e tyre dhe vinë në Itali kërkojnë pra një mbështetje azilante. Një sqarim i vogël nëse ma lejoni. Shumica e personave vërtet që kanë të drejtë të kërkojnë një azil, sepse në territorin e tyre pra kanë vërtet shumë shkelje të ligjeve të drejtave të tyre dhe nuk kanë një mbrojtje nga territori i tyre. Dhe Italia në fakt, jo Italia, po dhe shteti evropian, sidomos Italia, garanton vërtet shumë të drejta. Në këto raste pra ne mund të themi që këtu në Itali janë vërtet shumë qendra që i mirëpresin këta persona, i strehojnë, i ushqejnë, kanë vërtet shumë suporta psikologjike, vizita mjekësore, madje kanë të drejta të jenë të lirë, të qarkullojnë, të kenë një mundësi pune, sepse këtu në Itali jepet dhe një drejta e një permesso di soggiorno, azilantëve në fazën e parë që kanë shprehur dëshirën e kërkimit azilit, dhe pra e kuptojmë shumë mirë që në krahasim pra këta persona që shohin çfarë të drejtash kanë në Itali dhe çfarë të drejta
drejtash shohin në Shqipëri është vërtet mund ta themi një diferencë tepër e madhe. Pra në mediat italiane këto ditë po fokusohen fakte sepse këto të drejta në Shqipëri shkelen, madje thonë se janë gati 45 persona, siç thash më parë, që kanë bërë tentativin që të vetë vrasin, që të vetë vriten, për faktin sepse nuk shikojnë të drejtë dhe madje nuk kanë një ndërhyrje ligjore, nuk arrin që të kenë një mbrojtje ligjore për të drejtat dhe kërkimet e tyre. Dhe më pas, domethënë siç e dim shumica e tyre pra kanë urdhrin që të kthehen po në shtetin, domethënë i cili nga kanë prejardhjen. Këtu është bërë madje mund ta themi një ndërhyrje, është vendimi i gjykatës së kushtetutës të kasacionit penal dhe e cila ka kërkuar dhe opinionin e gjykatës së drejtave të Bashkimit Evropian. Dhe pra, domethënë këta po fokusohen për faktin se modeli dhe legjislacioni, domethënë i Bashkimit Evropian nuk po respektohet nga Shqipëria dhe në këto raste nga Qendra e Gjadrës, sepse të gjitha këto drejtat që përmbodha